Jemi rikthyer në pjesën e dytë të Dashumiq dhe në këtë pjesë të dytë në sjellim historinë e një 40 vjeçare, ajo quhet Drita dhe është nga Puka Dashumiq, është nëna e 2 fëmijëve. E thash pak në fillim të emisionit, shkakun pse hym disa minuta me vonesë transmetim, se kjo 40 vjeçare erdhi me 2 fëmijë të mitur në ambientet e reportit dhe gjendja e fëmijëve, gjendja emocionale ishte shumë e ngarkuar, të cilët shpërthyen në lotë dhe në britma. Një nënë e cila është dhunuar, është kërcënuar. Vazhdon dhe sot e kësaj dite të kërcënohet nga partneri i saj i dytë, pasi fatkeqësisht partneri i parë ju largua nga kjo jetë ku ajo solli në jetë vetëm djalin, ndërsa nga martesa e dytë ka sjellë në jetë vajzën dhe është pikërisht partneri i dytë nga jugu, i cili e ka dhunuar, e kërcënon dhe ajo ndihet e vetme, pa mbrojtjen askujt, as të familjarëve të saj, as të nënës, as babait, dhe ka ardhur në këtë studio jo vetëm për të rrëfyer, por padyshim për të denoncuar gjithçka që ka përjetuar së bashku me 2 fëmijët e mitur. Drita është me mua, dua të them edhe një herë përshëndetje. Drita, të përshëndes edhe një herë. Përshëndetje. Kemi edhe psikologen, Erisën, e cila do na ndihmojë dhe jo vetëm mua, por edhe ty, për atë që ti do rrëfesh mes ditën e sotme. Çfarë ka ndodhur? Pse sot ti ndihesh e kërcënuar? Kam 2 fëmijë. Po. 12 edhe 3 vjeç. Djalë dhe vajzë. Mund sot që gjendjem në këtë gjendjem jo se është fajim, por në ka martesa parë burri me vdishte me la një fëmijë. Familjarë tanë, sonët e veriut vajzat i martojnë, nuk i mbajnë në shtëpi se u bëhen barë në shtëpi. Me martuan në këtë martesë solla fëmin vajzën. Edhe këtë fëmijë e kam përjetu me dhunë, si ana psikologjike edhe ana fizike. Zotrinë e dërnoncova në polici, vajza ishte 3 javë me dhunoj, me thiu kishta, qa nuk më ka bërë. Prezent djali. Djali mori policinë në telefon, erdhi policia. U dënua në burg, doli në burgu. Pasi doli në burgu, personi nuk e di, nuk ose kam, dhe me thënë kam fakte, ju dojsh makina vlajtim për para shtëpisë në 3 të natës. Familja mu bu, dhe me thënë, u kap një tek mua se thoshte ka djegur aj. Unë thosha nuk di gjë, unë jam me fëmijë me qera pas një lloj për kraj. Si, të akuzoj ty? Po, me thoshin, jo mua, më akuzonin atë personin që e ka djegur, ish burri. Drita, në momentin që ti kreve këtë martesë të dytë, ishte me miratimin e familjes? Me të familjes, sepse thoshin vajza po i vdiq burri, e kam pak si të rënd të mbajnë pamartuar, si që ka në zona e... Kur ty të vdiq bashorti parë që sot e një jetë djalin, ti shkove te nëna dhe babaju ktheve, se kjo është një fatkeqësi. Jo, rria me qera, sepse para se të martohesha... Okej, e kuptoj, por nuk qëndrove të shtëpia e të ndjerit. Jo, nuk qëndrova, sepse para se të martohesha, ke djali me përgjigjeshin njerëzit e djalit. Por sot njerëzit... Sot jo, se thot je martuar, ke fëmijë, të përgjigjet thot ai që je martuar. Po ç'lidhje ka? Ai është një pytyre. Po nuk duan t'ja din. Ju kam kërkuar ndihmë, nuk të qasin. Pra djali nuk ka asnjë raport me njerëzit e babait? Asnjë. E kam rritur e vetme, si jam martuar. E kam rritur e vetme, i ka në Gjermani. Jo, do ndalem pak se dua të dalë që ti sot nuk e mbështetin as të babait, as të nënës, as motrat, as vëllezër, pse ata nuk të mbështesin sot ty. Në momentin që ti të vdiq bashorti i parë, vendose të martohesh dhe të bëj një martesë të dytë, gjë të cilën ta imponojnë nëna dhe babai. Martesën e dytë. Po. Ti u martove dhe shkove në jug të Shqipërisë. Po. Dhuna nisi që në ditë e para të martesës, ti ishe me një djalë. Që muajin e 4 të martesës vazhdoj se ishte, dhe me thënë, nuk ose do në t'i bënd të vetë pa ishte në efektin e alkoholit, përdorët ishte përdorus alkoholi. Sa qëndruat bashkë? Kemi qëndruar gati 2 vjetë, edhe duke duruar dhunën, për hir të fëmijës, për hir të vajzës, e thosha, mendoja këtë, një djalë po e rrisi jetim. Po dhe vajza, çfarë faj ka? Si që jemi ne nënat shqiptare ne durojmë, sakrifikojmë vetëm për hir të fëmijëve. Edhe i thosha të lutem, keqa ke hajde tek mua, po jo prezent fëmijës tim. Se ky fëmijë ka nevojë për përkraje, ka nevojë që të afrosh. Ky fëmijë s'po të bën asnjë gjë.
ky fëmijë nuk po të bën në një hata, domethënë, ose ka edhe një vezë të keq. Është një fëmijë shumë i kulturuar. Është rritur me vuajtje, si është mpushur barku me bukë. Është një fëmijë pa fajshëm. Ai më kërkon. Ndalojmë pak e dashur Drita, ndërkohë që nga regjia të më njoftojnë për një informacion që po vjen në këto momente, të më shkruajnë më qartë. Nuk e di për çfarë bëhet fjalë për kë histori, ndërkohë që jemi duke trajtuar historinë e Dritës, një histori e dashur Erisa që sa herë në këtë studio mundohemi të flasim, sepse si puna e Dritës ka plot drita të tjera që vinë në këtë studio dhe tregojnë që për hir të fëmijës që mos ngelesh me baba, durova dhunën. 2 vite e dhunuar, e ke shtrajtuar, e shfrytëzuar, i bëri të gjitha këto sakrifica përse? Ku është sot? Është në gjendje rruge me 2 fëmijë. Pikërisht, Odeta, në kulturën tonë vajzat akoma vazhdojnë të rriten me idenë më sot të gatuar se do shkosh te burri, apo fjala e burrit është ligj. Po. Dhe nëse ne i rrisim vajzat në këtë lloj forme, patjetër që frytet e saj do marrim mbrapa. Për shembull, zonja në studio tha që prindrit donin që të martohesha, u martova dhe më mbrapa, pavarësisht si ndodhi jeta e saj në vazhdim, nuk e mbështetën. Sepse ka një problem, ne nëse ndodh diçka brenda shtëpisë, pra nëse vajza dhunohet, poshtërohet, i shkelet dinjiteti, kjo për prindrit, për një pjesë të prindërve shqiptarë nuk është problem, sepse ndodh brenda dyerve të shtëpisë dhe nuk e merr vesh askush dhe kjo nuk është turp për ta. Por ama, nëse vajza ndahet, pavarësisht cila është arsyeja, është dhuna, është tradhtia, është shkelja e dinjitetit, ky po që është problem dhe turpin do ta mbajnë po vajzat, po gratë shqiptare. Është vërtet, mentaliteti në cilën ne jetojmë dhe si parashikohen femrat është ky që sapo the e dashur Erisa. Ndërkohë, Drita, në momentin që ti bëre martesën e dytë në jug të Shqipërisë dhe u përballe me dhunën, fole me nënën, me babain, motra, vëllezër, situatën në të cilën ndodheshe? Unë fola me nënën edhe me baban. Babai thot burrat e rrahin, edhe nëna thot burrat e dhunojnë. Burrat thot janë burra. Edhe do të rrish burra. Burrat janë burra dhe burrat duhet të dhunojnë. Pikërisht. Edhe asnjëherë nuk e kam patur për krahjen e asnjëherë prindërve të mi. Përveçse, po pse? Më fal që ndërprez, babai juaj e ka dhunuar nënën? E ka pas dhunuar kur ka qenë, domethënë kur ishim ne të vegjël. Dhe nëna i është nështruar për herë dhunës. Po. Odeta, më fal, është tipike. Është tipike gjithmonë një prind që pranon që fëmia e tij të dhunohet, ka një kulturë dhune. Nuk është se ata nuk e bëjnë për partneren e tyre, madje dhe vetë kur ka qenë një fëmijë jam e bindur që është dhunuar nga të paktën nga babai i saj. Është kultura e dhunës edhe vazhdohet edhe bëhet normalizohet. Normalizohet dhe nuk i duket një çmenduri ajo që po i ndodh të bijes. Pra ajo i është nështruar dhunës së saj dhe i thot vajzës, mbyll edhe ti gojen, duhet bësh si unë, ta durosh dhunën. Në momentin që e kuptoj qartë, Drita, që ti nuk e ke gjetur mbështetjen tek nëna, tek babai, vendose të ndaheshe nga ai. Ti e denoncove në polici, ai ira në burg, dhe kështu ndave, ma tregot çfarë ndodhi. Ai, domethënë, doli nga burgu, vite domethënë për. Atë në momentin që je dhunuar e ka denoncuar djali i vogël. Ma tregot këtë episod çfarë ka ndodhur. E ka marrë djali policinë në telefon. Çfarë ndodhi atë ditë, Drita? Atë ditë ishte në efektin e alkoolit, domethënë ishte komplet i alkoolizuar dhe unë pavarësisht se ai më dhunojnë prezente djalit, mundohesha ta qetësoja, ta merrja me të mira, që djali domethënë mos ndihet se i ngeli traumatizuar. Po. Edhe ai vazhdoi pastaj mori prezent djalit, më përplasi mua me vajzën e vogël 3 javëshe nëpër tokë, domethënë të hyrit e pallatit. Edhe u më futi në shtëpi dhe mori atë që si thonë asaj që bën peta pecin, edhe më ushtron të dhun prezent djalit, edhe vajza e vogël që më ka lindur para kohe. Edhe i kam kërkuar ndihmë se vajza është vetëm 3 vjeç e pak. Po ti jetoje vetëm, nuk ishe vjerën, dikë pranë? Askën, vetëm djalin edhe vajzën e vogël, 1 kg 450 gram me ka lindur. Dhe djali i vogël ka telefonuar policinë atë moment? Ka marrë policinë në telefon,
I ka kërkuar ndihmë, të lutem më ndihmoni se mami po dhunohet. Është drama më e madhe. Është drama më e madhe sepse vetë Drita nuk e ka pas guximin ta bëja të gjë për 2 vite rresht dhe të arrijë një fëmijë të mendojë se duhet të kërkojë ndihmë për nënën që është një person i rritur, do të thotë që ka shkuar dhimbja aty ku nuk mban më. Ai ka marrë një përgjegjësi që nuk është e tija, që nuk i takon. Ndërkohë që është nëna që duhet të mbrojë fëmijën, ka dalë një fëmijë i mitur për të mbrojtur nënën, për të gjetur një formë në të cilën ai mundet të ndihmojë dhe të mbrojë nënën e tij. Duke i thënë që të lutem mos vapri mami. Duke i lutur që të mos të godiste ma. Ndërkohë djalin e ka dhunuar? Djalin nuk e ka dhunuar, po i është keq përgjigjur dhe e ka ofenduar. Ka bërë një dhunë emocionale. Nuk ka bërë një dhunë fizike si në rastin e Dritës, po gjithsesi është i dhunuar. Edhe të mendosh një fëmijë 8 vjeçar të shkoj që nëna i dhunohet dhe t'i lutet njerkut që mos ma godit më nënën, kjo është e tmerrshme. Nuk e ka bërë vetëm një herë dhunën prezent, djalit e ka bërë shumë herë në sytë e djalit. Sa djali më thoshte mua, mami, si mund ta zgjidhim të rrugë? Ku të shkojmë ne të dy? Po motra një thoshëm, po motra tha ai, po pyet për motrën, do pyesin për mua. Sepse djali vinte nga martesa e parë dhe e dinte që ai nuk ishte baba i tij. Janë momente të vështira e dashur Drita që ti rrëfen dhe sinqerisht jam prekur nga gjithë kjo që po dëgjoj në këto momente. Para 3 ditësh vajti te varrezat e babait vet. Ma kanë sjellur rojet e varrezave. Edhe i shkon ditë është babait vet me bëj çon vend vidhë unë. Tmerrshme. Se s'kam ku të shkoj, s'kam ku të mos kokën i thoshte, babi ku më lë rrugëve. Unë po kërkoja djalin. Po gjendja e tij nuk që nga forte mirë. Ma goditën djalin të syri. Kjo ishte e dukshme o deta. Unë e kam takuar. Kaloj pak në reklama. S'kisha Rikthyer në studio dashur miq për të vazhduar me historinë e Dritës, 40 vjeçaria nga Veriu e cila ka ardhur në këtë studio për të rrëfyer dhunën e ushtruar për një grua e fortë dhe ne gratë jemi të forta. Duhet të jemi forca vetes, jemi më të prekshme, më shumë anën emocionale, prekemi më shpejt se gjinia tjetër, por kjo s'do të thotë se ne jemi gratë të dobta. Jemi të forta. Është njerëzore. Të qenurit njerëzor. Asnjë nga ne nuk ka nevojë për një person që ri kështu stohik, ri fort, ri pa e shprehur një minimum emocioni. Kjo është thjesht njerëzore. Dhe ne do ta vazhdojmë, nuk do humbasim minutazhin televiziv, do të vazhdojmë historinë e Dritës. E dashur Drita, e kuptoj qartë situatën në të cilën jeton, problemet që i ndeshur çdo ditë. Sot je e vetme. Ti je ndarë nga partneri i dytë, ai ndodhet në një tjetër shtet, nuk ndodhet në Shqipëri, ndërsa ti je deportuar nga Gjermania së bashku me 2 fëmijë dhe ku jeton aktualisht? Në rrugëve të botës. Djalin e lete një shok, unë rritë një shoqe, në do me thënë, ato kanë familje, kanë burrat, mund të mbaj një natë, 2. Unë tani për momentin jam si që ka marrë të këti, jam pas një lojstre, pa roba, pa këpuc, pa ushqim për fëmijët, pas një gjë. Asë më bu për ndarë, gosës që është bashkuar barku me korrizin. Dikështia vajza për ka probleme me zhvillimin e të folurit. E kam qëruar me një shoqe të logopedi, më tha mua ka zhvillim për 1 vjeç. Ka nevoj shumë për seansa, do të 2 vjetë, do 2 vjetë kurim. Kjo është një rast emergjent që unë do të bëj thirrje në këtë moment e gjithë shoqatave që operojnë në vendin tonë, nëse kanë mundësi të reagojnë nga studioja e pagjurmit për të ndihmuar pikërisht të 40 vjeçare e cila me 2 fëmijë ka ngelur në rrugë dhe po e tregon hapta Zjerisa që djalin e lëkëtu, vajzën atje vetë flektua shpërndar sepse ajo nuk ka para qoftë të marrë dhe një shtëpi me qira. Do të bërë thirrje edhe institucioneve të vendit tonë, që nuk mund të lihet një nën me 2 fëmijë jashtë rrugëve. Duke ditur që nuk e ka për kraje. Nëse një baba ja ka zënë derën dhe ai është 80 vjeç dhe sa done të flasim nga këtë studio të përcjelljë mesazhe, ai nuk mund të ndryshojë dhe të hapi mendimin e tij dhe të hapi derën. Mendësia në Shqipëri duhet të ndryshojë sepse unë nuk e di se si një prind mund të perceptojë faktin që është turp të marrë vajzën që është ndarë nga partneri në shtëpi dhe nuk që nga turp për një prind të lë fëmijën në mes të 4 rrugëve. Ne shohim një kafsh në rrugë dhe përpiqemi që ta ushqejmë apo t'i japim ujë, jo prindi fëmijën së vet.
Kështu që unë mendoj se nuk mund të ketë turp më të madh se sa ky. Nuk është turp që u nda vajza sepse shpëtojnë nga dhuna, sepse ne dëgjojmë pastaj që vajzat shkojnë me arkivol në familjet e tyre. E dëgjojmë këtë pikërisht nga këta prindër që u mbyllin derën bijave të tyre. Këto janë rastet ekstreme, po Drita. Atë kam pas menduar, drejt kam dy ne që them, ti ja fund jetës tani, ti ja pastaj vetëm se në dhimbsën dy fëmijët e di që këto siç janë tani rrugët do ngelen rrugët. Sepse jam shumë e ngarkuar, kam plot 10 vite që vuaj. Sepse baban e djalit e kam pasur së mur me vdishme, së mund jetë keqe. Vuaja në për spitale, vuaja dhe për çdo gjë. Dhe me thënë mendova se me këtë martesë do ndryshoj të fati djalit edhe fati im. Po jo, kjo fat, dhe me thënë është fut në një pus që djali im nuk po shikon asnjë dritë jeshile. E vetëm se lot stres, bullizim, pa shtëpi, pa çati, pa asnjë lloj përkrahje. Djali shkon në shkollë, i ke regjistruar? Jo akoma, kam qenë sot në bashki, dhe me thënë, ato thonë gjë shtëpi në Tiranë ishin katastrofë, nuk e përballoj dot. Unë s'kam lek të marrë një shishe ujë fëmijëve që dal jashtë. Ma shqeto nuk ka. Një shishe ujë për këto dy fëmijë, unë siç më shikon me këtë rroba ka marrë në Gjermani. As me atlete, fëmijë që shikon. Thjesht kemi zbrit në Rinas. As një kokër leku. 50 euro që na kanë dhënë kur kemi zbritur, ato 50 euro mora taksi, edhe po merja fëmijët në një byrek, në një ujë. Ma beso, trokas dhe u lutem të tjerëve të ndihmojnë njerëzit që kam në këtë studio. Vijem në pozicione dhe siklete aq të mëdha sa më duhet të kërkoj gjithçka. Të lutem, më ndihmo me këtë gjë sepse kam një grua që është e dhunuar, më ndihmoni me ushqime, këtë gjë e bëj vazhdimisht. Nuk kam turp, do ta bëj gjithmonë, sepse ky është misioni, kjo është puna në cilën bëj. Por uroj e dashurisë që të kemi reagime për këtë 40 vjeçare të ndihmoj sepse rasti është emergjent, ai nuk ka ku shkoj. Dhe unë jam e sigurt që së bashku me djalin do qëndrojmë orë të tëra në report. Brenda reportit ne nuk e strohojmë dot, është një institucion, është një televizion. Duhet ta çojmë diku që ajo të strehohet. Ka plot shoqata. Sigurisht që ka, Odeta, dhe jam e bindur që nëse do të ishte udhëzuar drita ashtu siç duhet, tani do ta kishte gjetur atë strehën. Minimalisht duhet të drejtohet në zonën ku ajo banon për ta kërkuar këtë ndihmë dhe të referohet rasti në shoqata të ndryshme që mund t'i ofrojnë asaj strehim, ushqim, çfarëdo lloj shërbimi që ajo dhe fëmijët e saj kanë nevojë. Përgjithësi unë jam më e sigurt që Bashkia e Tiranës ka qendra enkas ku jep ushqimin për njerëzit të cilët janë në nevojë dhe sidomos drita e cila është në nevojë. Ai thotë unë nuk kam para as t'ju jap ushqim. I ka shpërndar fëmijët e saj. Ne do mundohemi që të lidhemi, por Gjilda më tregon në këtë momente që një person ka ofruar 100 pound për ty. Dua ta kem të zotrin në lidhje telefonike për ta falenderuar nga zemra, i cili është duke na ndjekur dhe ka ofruar këtë shumë parash pikërisht për 40 vjeçaren dritën, dhe unë jam i sigurt e dashur drita që dhe në mbyllje të programit edhe në momentin që emisioni do hidhet në kanalin tonë YouTube do të ketë shumë ndihma për ty. Jam e sigurt. Shqiptarët e bëjnë çdo herë kur bëhet apel dhe thirrje nga kjo studio. Unë falenderoj me gjithë zemër, Zoti i ruajt aty kudo që të jenë, ama vetëm për fëmijët dua që t'i fus kokën në një banesë, që të ushqehen, e të shkojnë në shkollë, e të gocat të ndjekin terapit, të bëhet edhe ajo si gjithë shoqet e veta, sa akoma ai fëmijë nuk më thot mami. Risa, se po shkojmë drejt të mbylljes, ndoshta ndonjë këshill kësaj nëne. Gjendjen e fëmijëve ti e pe vet, se si ishte. Odeta, për t'i dhënë një mesazh motivues. Unë dua ta nis nga fakti që një vajzë, një grua jo e fortë, nuk arrin dot t'i përballoj të gjitha ato që drita ka përballuar deri tani. Dhe unë jam e bindur që drita është një grua e fortë, vazhdon të jetë, do jetë gjithmonë një grua e fortë, por e ka harruar forcën e saj, duke qenë se jeta e ka përplasur disa herë nga një vend në tjetrin. Të përshëndesim një grua që po na bashkohet misionit tonë në këtë momente, më fal që ndërpres. Përshëndetje. Përshëndetje e dashur. Përshëndetje Odeta. Të falenderoj që të kam në këtë lidhje telefonike. Edhe ju falenderit. Besoj që ishe duke na ndjekur. Po. Kojta bashkë me atë gru jam të kojtë. Edhe unë jam një nënë. Të besoj. Shumë vjen kesh. Po du me di që të më njësuni që në prana.
Po, edhe njërë të lutem se nuk të dëgjova? Tu me ditë që shmoj një asoni si në pranga, jo se janë shumë, po bili një darkë në fëmijë e halë. Unë të falenderoj, çfarë do lloj ndihme që ti do i ofrosh, për atë është shumë. Janë shumë ka prek, shumë ka prek. Të falenderoj, sinqerisht nga zemra, ne do flasim edhe pas kuintave për të lidhur direkt me zonjën, do të marr nga telefonim që të lidh me zonjën, që ti ofrosh atë ndihmë që ke taksur mes ditën e sotme për Dritën. Sa ma shpejt se ma një numër, një të shka une të deri në gjatë janë të sjelë. Të gjithu prekëm nga historia e Dritës. Dhe jam prek shumë. Të gjithë jemi prekur. Të falenderoj dhe të përshëndes. Faleminderit edhe për jo. Dashur Drita, direkt pas emisioni do lidhesh me zonjën për ta marrë ndihmën që sot dhe ta uroj me zemër që të ketë reagime nga institucionet, të ketë të tjera të ndihma për ty, të stemosh fëmijët, të nisësh një punë për t'ja dalë. Odeta, këto janë mesazhet e shpresës. Këto janë kur njeriu thot në një moment, o Zot më jep një shenjë, o Zot çfarë të bëj. Unë mendoj që Drita sapo e mori shenjën. Do me thënë, ne kemi shumë pak momente në transmetime dhe janë ofruar 2 njerëz dhe jam e bindur që do vazhdoj të ketë të tjera akoma për ta ndihmuar Dritën. Kështu që Drita vetëm duhet të kujtojë që nuk është më vetëm. Shqiptarët asnjëherë nuk lënë vetëm ata që janë në nevojë. Kështu që jepi forca Drita, edhe rriti fëmijët e tu ashtu siç ti do doje që ti rrisje. Drita. Po. Nëse ke diçka të fundit për të thënë nga kjo studio, ndoshta këtë mesditë qam bashkë në të studio. Folëm gjatë, shumë gjëra. Unë gjithë shpirt t'i uroj vetëm të mira, edhe gëzime dhe shëndet të gjithëve, gjithë edhe stafit tuaj, edhe ato që po na ndjekin dhe ato që po kontribojnë për fëmijët e mi, për jetimat i thua të mi, se jetima janë dhe janë në mëshirë të Zotit, në mëshirë të Allahut. I uroj vetëm shëndet edhe lumturi asgjë tjetër. Allahu i ndihmoft. Sepse dashur Drita, procedurat të cilat ne do t'i mësojmë, sepse unë jam e sigurt që ti nuk i di se si ai baba i cili e ka braktisur atë vajzën 3 vjeçare, ka dhe ai disa detyrime që ja vendos gjykata. Procedura që ne do t'i mësojmë pas kuintave, që ti ndjekësh një nga një, por nuk është tani momenti. Momenti është më emergjent për ty, është streha dhe ushqimi, buka e përditshme e fëmijëve, që duhet ta sigurosh. Dhe ajo që është më rëndësishme është shkollimi ideali, sepse ai nuk është në shkollë. Ka humbur disa vite Drita, mos gaboj. Sa ka humbur djali? 2 vite shkollë. Sa? 2 vite shkollë. Kur e ka lënë në shkollën, çfarë klase? Të 4-ën. Në të 4-ën. Dhe ai duhet të idhet e 5-ta? Te 6-ta do ishte tani. Duhet ishte e 6-ta. Po se bëri dhe në Gjermani shkollë. E qartë. E ndërkohë kjo është një tjetër problem. Humbja e shkollimit të fëmijëve, ky emigrimi i prindërve drejt një vendi tjetër, duke lënë fëmijën pa shkollë, rikthimi që shkolla ka nisur e dashur Drita ti ende nuk e ke regjistruar dhe qëndrimi ti vetëm mes gjithë atyre halleve që dëgjon për ditë. Odeta, ai viti shkollor ndoshta dhe zvendçohet prapë. Nuk e bën këtë vit, do ta bëj vitin tjetër, po problemi është i gjithë kur bashkëmoshatarët e atij fëmije shkojnë, marrin dije, socializohen, krijojnë marrëdhënie të reja, edhe mendojnë për të nesërmen e tyre, këtij fëmije i është mohuar. Kjo gjë për shkak të asaj që ai ka jetuar dhe po jeton. Nëse shokët hapin librat, ai hap hallet, si thua në mendjen e tij. Dhe kjo është ajo që të dhëm më shumë, realisht kur mendon për fëmijët. Po Drita. Ai shikon lotët, ai shikon thotë mami thotë unë ku të ta gjej me shpresën në forcën, imagjinon një fëmijë. Por nga ky moment, sepse më duhet bëj mbylljen Drita, të t'i jap një këshill që mos ta harrosh kurrë. Nga ky moment fshi lotët, i jepi forca vetes, qëndro pranë fëmijëve, ndihma do bëjmë të pamundurën që ti kesh dhe ndërkohë më bëre pyetje që si ta regjistroj fëmijën në shkollë. Është gjëja më e lehtë që bëhet për të regjistruar fëmijën në shkollë. Po, unë kam vajtur për ta regjistruar, po më thonë që ti duhet kesh një banesë ku të futesh shkollë. Një banesë me qira. Po, që ti të futesh fëmijën në shkollë. Por pas kuintave të gjitha do t'i shpjegojmë dhe fëmija do t'a vazhdoj djali shkollën, të uroj të bëhet më e mira. Ti nga kjo studio ju lute Allahut dhe të uroj të të ndihmoj, të ta hapi rrugët. Inshallah. Të falenderoj dashur Drita, sepse më ke prekur mes ditën e sotme. Shumë faleminderit.
E dashuris, të falenderoj që të pata në Faleminderit studio, juve, sepse Odeta. sinqerisht në kaq kohë transmetim, mos të kisha sot ty, ndoshta mund t'isha dorëzuar me këtë histori, sepse djali erdhi, më takoi, e kisha shumë pranë, u ngarkova me atë energjinë, dhe vjen një moment që do shpërthesh në lot dhe sidomos kur bëhet fjalë për fëmijë. Për fëmijë dhe të moshuar janë gjërat që askush nuk mund të duroj dot. Gjithsesi, ky emision e arriti misionin e tij, Odeta, dhe unë dua t'ju përgëzoj shumë për këtë gjë. Falenderoj. Sepse që në këtë moment Drita kuptoi që nuk është më vetëm, dhe në këtë moment dhe ai fëmia aq i friksuar nga e gjithë çfarë ai jeton, kupton që nuk është më vetëm ai, nëna e tij dhe motra e tij, por janë ata të tre dhe të gjithë ata shqiptarët me zemrën e madhe për të ndihmuar ata që janë nevojë për të ndihmuar. Dhe kështu e mbyll Kështu që mes bravo. ditën e sotme. Falenderoj, takojmë nesër live. Uroj që nesër me lajme të mira të vim në orën 16. Mirupafshim.